në fakt, ajo që ka unë po pres është vote pa parashikueshme. Kam përshtypjen që kësaj radhe do t'jetë rezultat më misterios se sa që e kemi pritur. Vota e diasporës do të ndikoj më shumë se sa në zgjedhjet e kaluara për shkak të numrit të vogël të dalës, por rezultati në Kosovë do t'jetë më i parafort me atë të shkurtit të vitit 2025. Kështu po e shoh, kështu po e lexoj, kam përshtypjen që protesta dhe mosdalja e qytetarëve është protestë ndaj në radhë parë ndaj partisë që ka më shumë të vota. Pastaj të gjitha mund të dënohen, por kush më shumë e kush më pak. Sidoqoftë, kur të vijë edhe rezultati i diasporës do të jemi aty tek projeksionit. Ky është leximi im deri tash. Me diasporën do të arrijmë tek 48% i Bleromit. Ajo është projekcioni me diasporë, po nëse